Për garantimin e sigurisë dhe mbarvajtjen e turit të 82 ciklistik të Shqipërisë, i cili do të zhvillohet nga data 26 deri më 30 maj 2025 në 5 etapa dhe në disa qytete të vendit, Policia e Shtetit ka hartuar dhe publikuar një plan të detajuar masash. Aktiviteti sportiv do të përfshijë rrugë të rëndësishme urbane dhe interurbane, ndaj autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve për mirëkuptim dhe bashkëpunim, si dhe shmangje televizjes në segmentet rrugore të përfshira gjatë kohës së zhvillimit të garave. Etapa e parë nis më 26 maj në Tiranë dhe përfundon në Shkodër, duke përfshirë rrugët kryesore si Zogu i Parë, autostradën Tiranë-Durrës, Kashar-Thuman, Milot-Lezhë dhe Lezhë-Shkodër. Etapat pasuese do të kalojnë përmes Shkodrës, Balldres, Elbasanit, Corrikut, Fierit, Vlorës, Himarës dhe Orikumit, për të përfunduar me etapën finale më 30 maj në qendër të Fierit. Policia ka bërë të ditur se në të gjitha segmentet do të vendosen postobllogje, sinjalistik paralajmëruese dhe do të ketë prani të shtuar të forcave të rendit. Lëvizja e automjeteve do të bllokohet përkohësisht në oraret e përcaktuara për çdo etapë. Policia nxit drejtuesit e mjeteve dhe qytetarët që të respektojnë udhëzimet e autoriteteve për të shmangur pengesat dhe për të garantuar zhvillimin e qetë dhe të sigurt të këtij eventi kombëtar sportiv.